Me 83 vota për, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut votoi për vazhdimin e situatës së krizës në sektorin energjetik. Debati në Kuvend mes pushtetit dhe opozitës u shoqërua me përplasje akuza të ndërsjella për keq menaxhim me situatën. Zëvendës kryeministri Artan Grupi ka mohuar zërat për përçarjen në BDI, duke thënë se të gjithë janë të arrestuar pas Ali Ahmetit. Besa pret momentin e dur për të nisur interpelancën ndaj grupit, ndërsa Mickoski bën thirrje me Xhitit ta rrëzojmë këtë qeveri së bashku. Në informatën e avokatit të popullit për dobësitë e konstatuara gjatë realizimit të së drejtës për arsim, përmenden mungesa e librave apo shfrytëzimi i librave të dëmtuar gjatë mësimit, kujdesi jo i mjaftueshëm për shëndetin mental të nxënësve, mungesa e asistentëve arsimor për nxënësit me nevoja të posaçme nëpër shkollat e mesme dhe ndikimi i krizës energjetike ndaj punës në shkolla. Të paktën 25 persona janë vrarë dhe 50 të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi me raketa ruse që ka goditur një konvoj me makina civile afër qytetit ukrainas Zaporozhja. Ndërkaq presidenti rus Vladimir Putin i ka thënë të premten popullit se Rusia i ka tashmë 4 rajone të reja. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Në vijim do t'ju njoftoj më gjërësisht për zhvillimet që kanë karakterizuar ditën me 83 vota për, asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur. Kuvendi votoi për vazhdimin e situatës së krizës në sektorin energjetik. Debati në këtë seancë u shoqërua me akuza të ndërsjella mes pushtetit dhe opozitës. Sipas kësaj të fundit, qeveria e përdor situatën për të negociuar tender në 4 sy, ndërsa pushteti hodhi poshtë këto akuza duke thënë se po bëhen përpjekje me të gjitha mënyrat për t'u siguruar energji elektrike nga jashtë. Situata e krizës zyrtarisht vazhdohet nga 1 tetori, pra nga dita e nesërme, dhe do të vazhdoj deri në muajin prill të vitit 2023. Krizni sostojevi ili vanredni sostojevi. Ju si minister duhet t'i ulëmtoni gjetjet e entit shtetëror të revizionit. Në raport janë dhënë disa shembuj konkret. Janë lokuar marrëveshje që janë lidhur me vlerë ku vlera e vlerësuar e buxhetit të SHA-MV nuk është në vlerë që është marrë me ofertën pas procedurës së zbatuar për furnizim publik. Ajo do të thotë se lidhet marrëveshje sipas buxhetit të MV-s dhe jo oferta më e ulët që është dhënë. Këtë e tregon enti shtetëror i revizionit. Flisni për kontakte, do t'ua përsëris edhe një herë. Publikoni kontaktet. Unë personalisht i paraqitem zotëri Mickoskit nëse ka nevojë. Nëse nuk dëshiron t'i publikon në opinion, le t'i dorëzoj tek unë do t'i bëj publike, do t'i dorëzoj në MV. Nëse më të mirat, më të volitshmet dhe të shohim në mënyrë shtesë se prej cilit burim janë, sepse flasim për gjendje krize në nivel global, ka sanksione të caktuara, ka çështje të caktuara që nuk mund t'i bëj shteti. Ne jemi anëtare e NATO-s, kemi filluar negociatat me Bashkimin Evropian. VMRO DPMN vazhdon t'i bëjë thirrje Kuvendit që të caktohet një seancë urgjente për ligjin për energjetik. Sipas opozitës maqedonase, në masat e miratuara antikrizë të qeverisë nuk janë të përfshira të gjitha kategoritë që kanë nevojë për ndihmë. Deputetët e VMRO DPMN-s kërkojnë mbajtjen urgjente të seancës në të cilën do të shqyrtohej propozim ligji për energjetik që u dorëzua dje në Kuvend me procedurë të shpejtë nga opozita maqedonase. Deputeti i kësaj partie Bojan Stojanovski tha se përshëndesin masat e reja të qeverisë në lidhje me krizën energjetike, por ata kërkojnë që në to të përfshihen edhe ndërmarrjet e ujësjellësit dhe ato komunale. Kako što napomenavme i včera, merkite na vadat e kismetame дека Vlerësojmë se janë në rregull masat e qeverisë, janë në rregull nga aspekti që institutet arsimore dhe shëndetësore të kenë energji elektrike më të lirë, por neglizhenca e qëllimshme ndaj ndërmarrjeve të ujësjellësit dhe komunale nga ana e qeverisë në propozim masat e tyre është skajshmërisht jo korrekte dhe e palejueshme. Qeveria me këtë dëshmon se nuk i trajton një lloj të gjithë qytetarët, por gjithashtu le hapësirë që ndërmarrjet e ujësjellësit dhe komunale që në periudhën e ardhshme të rrisin çmimet e shërbimeve të tyre, që do të përkeqësojnë në mënyrë shtesë standardin jetësor. Stojanovski bëri thirrje shumicës parlamentare që të pranojnë propozim ligjin e tyre sepse, siç tha ai, i përfshin të gjitha kategoritë e qytetarëve, instituteve dhe subjekteve afariste, të cilëve u duhet energji më e lirë elektrike. Kujtojmë se së fundmi qeveria miratoi disa vendime në lidhje me furnizimin e energjisë elektrike, në kuadër të së cilave të gjitha shkollat dhe institucionet shëndetësore do të subvencionohen me çmim më të favorshëm për energjinë elektrike.
Vjojmë me informacione të tjera. Zëvendës kryeministri i parë Artënjën Grubi ka mohuar zërat se CNBDI ka përçarje, duke arsyetuar këtë me takimin e djeshëm ku sipas tij ka mbizotruar debati brenda partijak. Ndërkaq, zërave për interpelancë ndaj Artan Grubit u përgjigjen edhe Lëvizja Besa dhe lideri VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski. Debati për sfidën e Mexhitit për opozitën doli të jetë më i komplikuar se vetë procedura për interpelancë. Nga Lëvizja Besa thonë se po presin momentin e duhur kur do të nisin iniciativë për interpelancë për Artan Grubin, por kërkojnë që në këtë iniciativë të qëndrojë dhe nënshkrimi i Zet Mexhitit. Sa i takon sfidës të ofruar publikisht nga deputeti Mexhiti rreth asaj se opozita duhet të ngrej interpelancë për zëvendës kryeministrin Artan Grubi, ne me siguri që jemi duke shqyrtuar, presim momentumin ideal për të bërë një hap të tillë, por nuk do të jetë vetëm sfida që zoti Mexhiti ta shohë ma e mbështet ose nuk e mbështet iniciativën, por do t'i ofrohet që mbas deputetëve të Lëvizjes Besa të nënshkruajë edhe ai edhe deputetët që mendojnë se duhet të shkarkohet zoti Grubi dhe të jetë pjesë e iniciativës të jo vetëm e votimit final. E kreu opozitës maqedonase Hristian Mickoski bëri thirrje Mexhitit që së bashku të arrëzojnë këtë qeveri, të shpërbëhet kuvendi dhe të organizohen zgjedhje të parakohshme parlamentare. Јас на тој предизвик само ќе одговорам со контрапредизвик. Unë në këtë sfidë do të përgjigjem me një kundër sfidë. E ajo është, hajde të gjithë së bashku të mbledhim 61 vota për shpërbërjen e kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. I vetmi që mendon se këtë çështje në këtë moment nuk janë të rëndësishme është zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi. Nuk shoh asnjë arsye që ne të merremi me çështje dytësore në kohë kur BDI po forcohet, kur BDI është e fortë dhe në periudhë ku po ndeshemi me të gjithë këto kriza me të cilat po përballen qytetarët dhe institucionet. E mbrëm, i pari Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se partia e tij nuk dëshiron të jetë pjesë e lojrave të BDI-s. Megjithatë, në qoftë se vjen një iniciativë e tillë në rend të ditës do të votojnë. Temën për interpelancë ndaj grupit e inicioi vetë Zet Mexhiti, i cili edhe pse është bashkëpartiak i grupit, tha se do të votojë pro shkarkimit të tij. Skriningu Maqedonie e Veriut të Bashkimit Evropian është një proces i ndërlikuar, por me një organizim të mirë, vendi mund që brenda 7 deri në 8 vite të jetë tërësisht i gatshëm për të bërë antar i plot i Bashkimit Evropian. Kjo u tha dje në emisionin Klan Debat, ku të ftuar ishin këshilltari shtetëror Dragan Tilev dhe profesori universitar Ylber Sela. Periudha e negociatave aderuese për antarësim në Bashkimin Evropian është një rrugë e gjatë dhe përplot me pengesa, tha mbrëm në Klan Debat këshilltari në sekretariatin për çështje evropiane Dragan Tilev, duke insistuar që të zgjidhet çdo pengesë që do të paraqitet gjatë këtij rrugtimi. Procesi duhet të zhvillohet shumë më shpejt nga se disa analistë promovojnë në opinion se procesi do të jetë i gjatë 10 deri 15 vite. Është pozitë startuese e defetizmit. Ne duhet të kujdesemi që negociatat i zbatojmë në kohë rekorde. Çfarë do që të jetë kjo? Për mua kjo do të thotë maksimalisht 7 deri 8 vite. Që të ulet euroskepticizmi ekzistues, por edhe që populata të jetë më mirë e informuar për përfitimet e antarësimit në Bashkimin Evropian, profesori Ylber Sela rekomandon mësim të rregullt për Bashkimin Evropian. Unë e di se në vendet e perëndimit në arsimin e mesëm ka lëndë për mësimin e Bashkimit Evropian. Tek ne një gjë e tillë nuk ekziston, as edhe si lëndë zgjedhore. Shumë qytetarë të RMV-s nuk kanë njohuri elementare se çka është skriningu, çka janë negociatat, kur do të antarësohemi. Të gjithë duhet të kontribuojmë për informim më të mirë, për shkak se do të jetë e ardhmja e vendit tonë. Se qytetarët janë të painformuar ose indiferent, flet edhe kjo anketë në Klan Debat. Точно знаете што значи скринингот кој се води со Европска унија? Не ме замарете. Па, веројатно институциите кои што треба да превземат некои работи, каде што треба да ја водат државата кон тој правец, а ние граѓаните да ги следиме институциите. Не ме интересира тоа воопшто. Појма не. Të dy bashkëbiseduesit në Klan Debat pajtojnë se çështjet e hapura me Bullgarinë, duke llogaritur edhe ndryshimet e ardhshme kushtetuese, duhet të zgjidhen sa më shpejt për të mos harxhuar energjinë dhe të mos ngarkohen negociatat aderuese me Bashkimin Evropian.
Avokati i popullit përmes një informate ka njoftuar për dobësi sistematike në sistemin arsimor, përmenden problemet me mungesën e librave, dëmtimin e tyre, por edhe kujdesi i veçantë për shëndetin mental dhe sigurinë e fëmijëve në shkolla. Mungesa e librave apo shfrytëzimi i librave të dëmtuar gjatë mësimit, kujdesi jo i mjaftueshëm për shëndetin mental të nxënësve, mungesa e asistentëve arsimor për nxënësit me nevoja të posaçme në përshkollat e mesme dhe ndikimi i krizës energjetike ndaj punës së shkollës, përmenden në informatën e avokatit të popullit për dobësitë e konstatuara gjatë realizimit të së drejtës për arsim. Informacioni është dorëzuar në Ministrinë e Arsimit. Prindërit dhe nxënësit reagojnë për shkak të mungesës së librave, kurse ka ankesa edhe për dëmtimin e librave. Nxënësit e klasave të para, të dyta, të katërta dhe të pesta janë ankuar tek avokati i popullit se s'kan marrë librat e kompletuar dhe se vitin e ri shkollore kanë nisur me improvizime, gjë që ka shkaktuar argjime shtesë për prindërit për të shtypur versionet elektronike të librave. Avokati i popullit kërkon që nxënësve me sëmundje kronike të mundësohet mësimi online, për shkak se ende jemi në fazën e pandemisë me COVID-19, duke rekomanduar Ministrisë së Shëndetësisë t'i drejtohet Komisionit për sëmundje infektive për organizim të procesit. Siç thuhet në informat, për shkak se ende mbizotron heqja në Ministrinë e Arsimit dhe shkolla të lidhur me vetvrasjen e një nxënësi të vitit të tretë, avokati i popullit kërkon që Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale dhe në koordinim me shkollat, institucionet për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe vetë qeverisjen lokale, në vazhdimsi të ndërmarrin masa dhe aktivitet për mbrojtjen e shëndetit mental dhe sigurinë e nxënësve në shkolla dhe jashtë saj. Autoritetet e Agjencisë për certifikim halal të prodhimeve ushqimore për Klan Maqedoni kanë njoftuar se nga shitja është tërhequr risku i gjedhit kontestues halal i kompanisë Stokomak. Sipas kësaj agjencie, produkti do ta zgjedhësohet edhe do të kthehet tek prodhuesi në Serbi. Agjencia për halal ka ndërmarrë të gjitha masat. I ftuar në emisionin Happy Day, kryetari i Agjencisë për certifikimin halal, Muhamer Veseli, ka njoftuar se kompania Stokomak ka tërhequr nga shitja në rezakun kontestues me 40% mishderi, produkt ky që shkaktoi një sër reagimesh në vend. Sipas tij, produkti do të asgjësohet apo do të kthehet tek prodhuesi në Serbi. Agjencia për halal ka ndërmarrë të gjitha masat me marketin përkatës. Kemi dhënë kontakt, kemi kërkuar sqarime dhe kemi kërkuar nga e njëjta që gjithë prodhimin të tërheqen nga marketet në një depo të posaçme, të cilën që nga dita e mërkurë, që do të thotë që nga kërkesa e Bashkisë Islame në theksveçantë Agjencia për halal standard, marketi ka reaguar dhe një afat shumë tepër të shkurt kohor ka bërë tërheqjen e narazetit nga të gjitha marketet. Kryetari i Agjencisë për certifikimin halal, Muhamer Veseli, ka siguruar konsumatorët musliman se kjo agjenci bën inspektime të rregullta me qëllim që produktet halal t'i plotësojnë kushtet dhe standardet. Në komunën e Sarajit hapet qendra sociale, siç u tha nga zyrtarët, për të qenë më afër qytetarëve të kësaj komune, ndërsa vetëm Saraj kujtojmë që ka mbi 1000 raste sociale. Afër 4.000 banor të komunës së Sarajit nuk do të enden më deri në qytet për pranimin dhe dorëzimin e dokumenteve për ndihmë sociale dhe fëmijërore. Rreth 1.000 banor të kësaj komune janë shfrytëzues të ndihmës sociale, ndërsa deri më tani kanë qenë të obliguar të shkojnë deri në Karposh për të aplikuar. Për diçka duhet me shku deri në Shkup. Normal që i kina këtu më afër edhe i krina punët më shpejt. Sa është rënd kur aplikoni për ndihmë sociale apo ndihmë të është tepër është se ngajna si që dhënë institucionet për me i rregullu dokumentat. A këtu e kena shumë afër. Drejtori i Qendrës Sociale Liridon Baftiu dhe kryetari i komunës së Sarajit Berim Bexheti u bën bashkë për hir të qytetarëve, duke mos përfillur ndarjet partijake. I cili për hir të korrekcisë ka qenë korrekt deri në pikën e fundit me neve, na ka ndihmuar dhe na ka liruar një nga zyrët i cila është në kuadër të komunës Sarajit, që ne të funksionojmë dhe në fund të shërbejmë qytetarët ashtu si që kemi edhe obligimet. Shfrytëzoj rastin ta falenderoj
për gatishmërinë dhe meritonim që bashkarisht mund të shërbejmë qytetarët për këtë lëvizje. Dyshën aprill Baftiu hapi qendrën sociale në Çajir së bashku me ministrin e Shëndetësisë Bekim Sali. Ndërsa atëherë pati deklaruar se nuk ka gjetur mbështetje nga kryetari i komunës së Çajirit Visar Ganiu. Nuk gjetëm mbështetje ashtu siç na u premtuar. Gjykata speciale në Hag ka ndryshuar aktakuzën ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-krerëve tjerë të UÇK-s që gjenden në paraburgim. Teknikës të ju lutem shikoni nëse punon zëri. Gjykata speciale e Hagës ka ndryshuar aktakuzën e konfirmuar ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve. Aktakuza është miratuar nga gjyqtari i procedurës paraprake të gjykatës speciale me kërkesën e prokurorisë speciale të Hagës për amandamentimin e aktakuzës së konfirmuar ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Prokuroria speciale ka kërkuar që nga aktakuza të hiqen pretendimet për krime në qytetin e Ferizajt. Prokuroria speciale kërkon leje për të ndryshuar aktakuzën e konfirmuar që të hiqen pretendimet për krime të kryera kundër të paktën një viktime në një shtëpi ose rreth Ferizajt. Prokuroria speciale e Hagës shpjegon se ka vendosur të mos mbështetet në provat dhe se konsideron se tani nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar pretendimet e Ferizajt, thuhet në dokumentin e publikuar në faqen e dhomave të specializuara. Gjyqtari i procedurës paraprake ka miratuar kërkesën e prokurorisë së Hagës dhe ka urdhëruar të njëjtit që të tërheqin pretendimet e cekura rreth një krimi të pretenduar në Ferizaj. Ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, po mbahen në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020 të akuzuar për krime që dyshohet se janë kryer në luftën e fundit në Kosovë. Sport, pas 2 javëve pauzë shkallku i obligimeve të kombëtarëve në garat e UEFA Conference League, të shtunën dhe të dielën vazhdon kampionati në ligën e parë të futbollit vendor me ndeshjet e javës së 9 të sezonit vjeshtor. Si pari i xhiros së 9 hapet me ndeshjen derbi mes Makedonia Gjorçe Petrov dhe liderit në tabel në ligën e parë, Struga Trimlum. Skuadra që drejtohet nga trajneri Muharrem Bajrami, Makedonia Gjorçe Petrov, pretendon se të shtunën në derbin e javës do të ndalë rrugëtimin e fitorëve të Struga Trimlum. Sipas tij, pauza 2 javore është shfrytzuar maksimalisht për evitimin e disa mangësive evidente në ekip në 8 xhirot e zhvilluara. Kemi analizuar kundërshtarin në detaje, domethënë të holla, sepse ka bërë paraqitje dhe duhet patjetër të analizuar pikat e forta dhe pikat e dobta të Strugës, që sigurisht ka edhe pikat e dobta ne duhet të shfrytëzojmë, por normal ato kanë edhe disa pika të forta ku duhet ne të jemi të kujdesshëm në ndeshje. Unë besoj tek ekipi im, besoj tek grupi i ekipës dhe jam i bindur se do të bëjmë një paraqitje të mirë dhe shpresoj që në fund t'ia dalim me fitore. Nga ana tjetër, edhe lideri në renditjen e tabelës thotë se ka analizuar lojën e kundërshtarit, ndaj shpresojnë të vazhdojnë rrugtimin e sukseseve. Për ndeshjen me Makedonia Gjorçe Petrov jemi përgatitur mjaft mirë. Kemi pasur mjaftueshëm kohë që të analizojmë kundërshtarin dhe të shohim pikat e tyre të dobta dhe pikat e tyre të forta. Makedonia Gjorçe Petrov është një ekip mjaft i fortë, sidomos në fushën e tyre, por ne besojmë në kualitetet tona dhe shpresoj që të arrijmë të marrim 3 pikshin e radhës dhe të vazhdojmë serin e fitoreve. 4 ndeshje tjera të javës së 9 të sezonit vjeshtor zhvillohen të dielën me fillim në ora 15. Takohen Tikveshi Skopje, Shkupi Sileksi, Pobeda Shkëndia dhe Bregalnica Rabotnički, Akademia Pandevësht e Lirë. Të dashur shikues, këtu është fundi i këtij edicioni informativ. Ju rikujtoj se edicioni i ri është në orën 22. Deri atëherë, bashkë me Lopafshi.